e shtuna solli një tjetër ngjarje që mblodhi plot fytyra publike. Në zemër të Prishtina Mall, shumë të ftuar u mblodhën për të mirëpritur zyrtarisht një emër që flet vet, Buffalo Shoes. Një histori suksesi që daton në vitin 1999 në Shqipëri dhe që sot, pas më shumë se 2 dekadash për kushtim ndaj stilit dhe cilësisë, vjen më në fund pranë konsumatorit kosovar. Buffalo është ndërtuar me themel mbi besimin, duke ofruar produkte autentike prej lëkurë të punuar me kujdes, që nga këpuset për meshkuj e femra, deri tek çantat, valigjet e aksesoret që plotësojnë çdo pamje moderne. Prania në Prishtinë nuk është rastësi, është një ëndër e hershme, një plan i menduar gjatë që më në fund u realizua këtë fundjavë me një hapje të denjë për historinë që kjo markë bartë. Buffalo është e vërteta është një histori 30 vjeçare në Shqipëri, pra neve për momentin jemi 10 dyqane në gjithë Shqipërinë dhe kjo është hapja jonë e parë për Kosovën. Dhe shpresojmë që të pasohet nga hapje të tjera. Në Buffalo mund gjeni që nga fëmijët e vegjël që mund gjejnë veten me kuptët që ne përkujdesemi që të jenë materialet përzgjedhura dhe nga më cilësoret për ta, dhe deri tek moshat më të mëdha, është për të rinj, për moshat më të rritura, kushdo mund ta gjej veten te Buffalo. Për sa i përket hapjes në Prishtina Mall, është diçka që keni menduar prej kohësh që t'jeni edhe në tregun kosovar? Po, se vërtet, është diçka që kemi shumë vite që po e mendojmë. Mendoj që ky ishte momenti i duhur, sepse përzgjedhja e lokacionit ishte shumë e rëndësishme për ne dhe ku më mirë se sa në Prishtina Mall mund të ndodheshim. Është një qendër që ka dinamik, është pikërisht vendi që i duhej Buffalo's për të hapur herë të parë në Kosovë. Po besoj që nuk do jetë pika e vetme dhe me rritjen eksponenciale që ka pas brendi ndër vitin në Shqipëri, do ketë edhe pika tjera në Kosovë. Shpresoj që të zgjerohemi njëjtë në Shqipëri edhe këtu. Është një treg që ka potencial Kosova, kështu që pse jo. Për ata që po ndjekin këtë intervistë, mbase 2 arsye pse duhet të ndalojnë kur janë në Prishtina Mall tek Buffalo. Atëherë Kosova e ka stilin në ADN, pra kanë dhe Buffalo në këto momente, kështu që pse jo të ndalen këtu, të gjejnë stilin e tyre dhe të na përfaqësojnë më së miri. Çka dallon Buffalo në një treg që ndryshon çdo ditë është aftësia për të qëndruar i përhershëm në një botë të përkohshme. Cilësia, stili dhe çmimi i drejtë janë 3 shtyllat ku mbështetet kjo markë. Në një kohë kur konsumatori kërkon gjithnjë më shumë për vlera reale, Buffalo ka mbetur sinonim i besimit. Momenti më i veçantë i eventit ishte prerja e shiritit, e kthyer në një moment emocional dhe plot domethënie, një dedikim i ndjerë për njeriu vizionar që nisi këtë rrugtim 25 vite më parë. Pres të shirit me milion më të madhe për të gjithë ju, për pjesëmarrjen tuaj, për të gjithë ata që na kanë ndjekur në gjithë këto vite, dhe një kujtim për njeriu që e themeloi këtë brend dhe që jeton dhe pse jo fizikisht brenda këtij brendi që ka një emër gëzime klika. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe suksese Buffalo. Bravo! Bravo! Tashmë me hapjen e dyqanit të ri në Prishtina Mall, konsumatorët në Kosovë kanë mundësinë të pretojnë nga afër atë çfarë Buffalo përfaqëson. Një përzgjedhje ekskluzive produktesh, një ambient të rafinuar dhe një shërbim mikpritës që kupton stilin, por mbi të gjitha kupton nevojat dhe shijet e klientit shqiptar. Buffalo nuk është thjesht një dyqan, është një rrëfim i suksesshëm që vazhdon të shkruhet tani e tutje edhe në Kosovë.